Në këtë botë ka dy lloje hajdutësh. Hajdutët e parë janë ata të cilët na vjedhin parat, portofolin apo orën e dorës. Ndërsa hajdutët e dytë janë ata të cilët na vjedhin ëndrat dhe vjedhin pasuritë e popujve dhe të kombeve derisa t'i shkatërrojnë plotësisht ata. Ndryshimi ndërmjet hajdutëve të parë dhe të dytëve është se hajdutët e parë janë ata që na zgjedhin ne, ndërsa hajdutët e dytë jemi ne që i zgjedhim ata. Ndryshimi tjetër është se hajdutët e parë i kërkon policia, drejtësia, gjykata dhe ushtria, ndërsa hajdutët e dytë i mbron policia, drejtësia, gjykata dhe ushtria. Tashmë nuk na mbetet gjë tjetër në këtë kuadër përveç se të themi rroft të spaku dhe rroft të drejtësia dhe të bëhemi gati të zgjedhim kryetarin e ri të Bashkisë së Tiranës. E gjithë historia është në këtë botë. Do të zgjedhësh të jesh hajdut nga pala e parë apo nga pala e dytë. Ditë të mbarë.